Hello, për juve krejtve që po më shifni, shok, miq, koleg, partner biznesi, persona që edhe ndoshta nuk ju njoh, edhe shpresoj që në të ardhmen ta ke mundësinë ju njoft. Arsyeja pse po e bëj këtë video është mas parit ju falenderoj krejtve që jeni pjesë e jetës tem, edhe po ashtu për me ju dhënë disa tips, disa këshilla, disa punë që nashta unë i kam mësu që janë shumë të rëndësishme deri në në moshën 28 vjeçare që më kam përcjell vit pas viti. Ardiani vi prej një vendi shumë të vogël, siç është Prizreni, një vend ku jam rrit edhe jam lind, deri në moshën 18 vjeçare kum jetu rregullisht në atë vend, mas moshës 18 vjeçare kum fillu me dalja shtetit edhe me punu në profesionin që e kum bo në hoteleri, në gastronomi, për afër 9 vite si profesion, derisa u shkëputa dhe vazhdova me u marrë me marketing, me network marketing, një biznes që ka mbi 100 vite që operon në krejt botën si industri edhe në një kompani që vetë se ka mbi 20 vite eksperiencë. Deri sot ku arrit me grumbullu një ekip me afër 15.000 antar, ku me lidera tjerë të ekipit, me partner biznesi, me vetë kompanin, me krejt këto, kemi arrit me ndërtu një ekosistem që po hes shumë mirë. Ndoshta, të ka ra rasti me pa paka shumë, se që ka bëj po, kemi me mujt nashta na i herë zbashku edhe me e diskutu hala ma shumë. Ajo që ka duar Djani mi u thonë janë disa pika dhe pika parë që ka për mu është shumë e rëndësishme si cili për neve me ditë është se sa e rëndësishme është dita kur na kemi lind, edhe se sa e rëndësishme është dita kur na e vendosim arsyen tonë se çka dojna me bon jetë. Majnin men, shkrujeni. Çka ka të veçantë dita jem kur unë kum lind? Munduni me pyet në Google, munduni me pyet në ChatGPT, munduni me pyet në shumë informacione që ta njihni veten pak më mirë dhe besoni që do t'ju japin shumë këshilla për veten që ju nashta edhe vet nuk i keni ditë çash mirë. Edhe e dyta e kësaj që sapo e thash është pse ja juj. Çka juve ju motivon me bo çdo ditë? Ose ta them më mirë, çka nëse ju ishit kanë në sukseset më të mëdha, çka ju kish shty juve diçka me bo çdo ditë edhe pse nashta kishit pas të ardhuna, kishit pas familje, kishit pas biznes të ngritun, kishit shëtit shumë, e kishit provu nashta shumicën e punëve. Çka i shkon diçka që juve nashta edhe në pleçni, edhe në moshën ma të vjetër të themi, ju kishti edhe një herë me bo. Nëse ju e gjeni që ata, e gjeni mirë që atë arsyen e juj, ta dini se është një sikurse me lind prej zdytje. Shumë njerëz fatkeqësisht kalojnë vite edhe nuk arrin me njoft veten, edhe nuk arrin me e ditë se çka është vendimi i tyre, çka është pseja e tyre, çka dojnë ata mu bo, kanë dojnë ata me një mu, qysh dojnë ata mu majtë men ose mu njoft. E këto janë shumë të rëndësishme. E dyta, çka për menimin tem ka shumë rëndësi për arritjen e një njerit. Edhe kur po foli për arritje, nuk jem të fol veç për nashta ato arritje që na jena mësu mi njoft kere, makina, lukse, kjo po foli për përmbushje, për arritje, për sukses, ato çka ti menon që është për ty e mirë edhe arrin, ajo është sukses për ty. E dyta është nëse ti se kontrollon kalendarin tënd, ti nuk e kontrollon jetën. Kjo është diçka shumë e thjesht me e fol, amo besomni që kur unë e kum nis me bo, kom bi 6 muaj nashta, afër një vit që kum nis me praktiku, jo që nuk e kum bo ma herët. Apo e shifni këtu, jam park, edhe kum dasht me bo këtë video në park, ka shumë fëmijë, shumë energji e mirë. Ajo çka nuk është se e kum bo çdo ditë te pjesa e kalendarit, u kon unë kum pas gjithmonë kalendar javor, mujor, nashta 3 mujor, krejt. Po ajo çka çdo ditë e kum bo, u kon me bo sene që unë kam nevojë mi kry sot, po nashta veç kur janë kon ditët më të rëndësishme, jo çdo ditë. Po tash e kum kuptu që nëse doni me kontrollu jetën e juj, çdo mëngjes doni mi shkruaj 3 punë që janë më të rëndësishme për juve që ju sot doni mi kry. Qofshin ato me shku në fitness, qofshin ato me njoft një person, qofshin ato me taku një
një punëdhënës që e ke pas, ose me taku një person që na shta ki me mësu diçka prej tij. Do thotë po marr shumë shembuj të thjesht. Do thotë çka do të që për ty ka rëndësi, ti me i shënu 3 punë edhe me i vendos me i kry ato sot. A mu me bo këtë çdo ditë. Hane, djele edhe në mramje, me marë fletorën që ka e ke shkënu që ato 3 punë, edhe me këshyrë se a i ke kry edhe se qysh kishe mujt me kry ma mirë. Që ky sen që është një praktik shumë e vogël për me bo, besoni që ka me lujt rol maksimal në jetën e juj, si në pjesën personale, financiare, në biznes, në gjithë shka që ju vetë se jeni duke bo. Puna e tretë çka për mu menoj që ka rëndësi shumë është me provu punë treja, me provu sene treja. Ajo çka unë e vrej në rajonin ton, në Ballkan kisha mujt me thonë, jo vetëm në Kosovë, jo vetëm Prishtinë, Prizren, ose kudo që jeti, po në Ballkan përgjithësi po foli Kosovë, Shqipni, Maqedoni, Malzi, Pellugariti, deri diku Serbin, Pellugariti, Bosnjën, e krejt këto Slovenin, këto shumicën e këtyre vendeve, ajo çka unë e kum vrejt prej shumë takimeve që kum pas me qindra njerëz, njerëzit shumë frigohen me provu sene treja. Edhe arsyeja pse ata frigohen është se qatë shumë janë sikur të ndikum prej orarit jetësor të punës vetë që e kanë, sa që ata menojnë se gjithë shka e re për ta është dëm për ta. Dhe me thonë, edhe një seminar me shku, menon që është dëm. Dhe me thonë, del për rutinës vetë, del për komfort zonës, thot unë e me shku tash aty në seminar, po se dikush i thot, unë e me shku me një qytet ri, jo, por një qytet temin, qëtu, shka me bot dilën me shku në pejt dilën. Pse me shku në pejt dilën? Këto i keni një, besoj i keni një në shumë nashta edhe në rrethin e juj në shumë njerës, edhe besomni që me dal prej vetës nuk fillon me njëherë me shku pikën ma të nalt, ose në qytetin ma të nalt, ose me qu 50 kg një në fitness, ose me dal me ngajt 50 km në ditë, jo. Me dal prej vetës, do me thonë, çdo ditë me bo diçka që se ke bo, me provu diçka. Me mësu trunin me provu në punë treja. Unë e qyshe kom mësu këtë sen, që mu ka bo tani me shku në sen e tjera, unë gjithmonë kom dash me provu ushqim edhe kafe të vene ndryshme. Shamullu qel një restoran i ri, kom shkoj, kom vizitu, një kafe e re, ka ndodhë diçka me një qytet, kom shkoj, kom pa çka është, edhe kjo ka fillu me ma shti mentalitetin që ti për me u pjek edhe për me ndërtu një karakter ma të matun edhe ma të hapun, ti duhesh me pa edhe kultura tjera, edhe vende tjera, edhe qytete tjera, edhe të folun tjetër, edhe zakon tjetër, edhe kjo menoj që me provu sene treja, jo veç në aspektin e punës, por në gjithë shka, unë menoj që i ndihmon një njerit me u zhvillu në çdo lloj aspektit mundshëm. Ajo çka për menimin teme është shumë e rëndësishme, pika 4 është me mësu një aftësi që ti menon që ty ka me të pagu. Më pëlqen një fjalë që thuhet, edhe ajo fjalë është, nëse ti je për diçka shumë i mirë, asnjëherë mos e bën falas. Edhe kjo është ajo çka edhe unë ja kisha thonë juve. Mësojeni një aftësi ose bëni me një aftësi shumë i mirë që ju e dini që jeni. Do thotë bëni personi më i mirë se dikushi kur e kish menu dikanin për po supozojmë për kuzhinier, pe marrim me shembull, Miran men emri jot. Bëni çaq mirë me një aftësi, saqë njerëzit gjithmonë kanë më majt men juve. Pika 5, çka për mu ka rëndësi që m'ja u thon juve është me mësu me fol, me mësu me komuniku. Është shumë e rëndësishme në shekullin 21, në botën ku na jemi, është shumë e rëndësishme me pas aftësi komunikimi. Edhe mënyra që na mundemi me i rrit aftësitë e komunikimit është nëpërmjet leximit. E di që shumë njerëz mund me thonë ka dhe mënyra të ndryshme, po, edhe kur ti e shef një film, ti e rrit një aftësi të komunikimit, se mëson diçka të re, edhe kur e shef një klip, ose e shef një video, ose rrin me dikon që din ma shumë se ti mëson diçka, e rrit një aftësi në aspektin me komuniku. Po ajo çka unë menoj edhe ka lujt në rol të une për me i rrit aftësinë e komunikimit është leximi. Lexoni libra të njerëzve që kanë dështu, të njerëzve që kanë pas suksese, të njerëzve që kanë bo punë që jetu i bo momentalisht. Unë shembull e kom një shok, ai punon si 20 vjet kamarier, edhe unë ja bëjsha, ai ke lexu librin si t'jesh
shërbyes i mirë, thoj që jo as kum ni për ta. Edhe tani ja pa ta propozu dhe ka thonë, Ardian se ki iden qysh më pa të një mu, në atë kuptimin qas shumë i pa ta mësu do se në liber, sa që tani më ka një mu edhe në shërbim, tani më kam bodhe një njëri ndryshe me pa shërbimin, i kum rrit vlerat e mia në punë, kur kum thonë komente shefit, e pronarit, e menaxheri, ai më ka këshyrë me njerë më ka thonë, hej, ky po menon pak pa ndryshe. Do thot, gjithçka që ti menon që je duke bo, duhesh me mësu me komuniku sa ma mirë. Sepse ti mundesh me kry trajnim, nashta diplom, nashta fakultet, por nëse s'din me komuniku qatë sen shka ti e tu e bo të klienti jot, atër ta di se njerëzit ndoshta kanë me të pasi jo shumë të aftë. Kështu që kur ti e din që je i aftë, duhesh me mësu edhe qysh me komuniku ato. Pika e 6, çka për menimin tem ka shumë rëndësi, është me ditë me shit. Edhe du m'ja ullon një këshill që zakonisht e keni ndëgju në herë, edhe e kam këtu me një gjithmonë e maj një kimik me veti, fletore, vogël. E keni një ashta një fjallë që thuhet sell me this pen, shit ma këtë laps. E keni pa ashta në filma, edhe në YouTube, e keni pa ashta në Instagram e gjithka. Çka do me thonë kjo puna, kur i thot dikush shit ma këtë sen? Te pjesa e shitjes, nëse doni mu bo shit sa të mirë, mas pari doni me fol me shumë njerëz në ato që ka ju doni me shit. Sepse ju nuk e dini kush është blerësi ju i radhës. E dyta, në momentin që ju folni me shumë njerëz, doni me bo pyetje. Do thot, kur ju boni pyetje, i kuptoni nevojat e njerëzve. Shembull, ti ki qëllime, apo? Po, ki qëllime. Ki vendos më bu dikush, apo? Po. Atëherë, nëse ti s'ki laps, qysh ki me shënu ato shënime? Po e vërtet, atëherë që urna. Do thot, në momentin që unë e kuptoj nevojën tënde, unë ta jap zgjidhjen. Para se me të shit diçka, unë duna më bo konsulent edhe duna me të pyet ty se çka ki ti nevoj, kush don ti më bo, çka ki ti qëllim. A menon që ky shërbim ose ky produkt ose kjo kompani ty mundet me çu me një nivel tjetër. Do thot, unë duna mi pa një çfarë nevoja ki ti tani me ta bo zgjidhjen. Kjo është një tips për juve, një këshill që me këtë sen, nëse ju e kuptoni mirë dhe shkoni vetëm me zhvilloni në pjesën e shitjes, ta dini se keni mu bo shit sa shumë të mirë. Dhe pika e 7, çka unë menoj ka shumë rëndësi, është trupi, është zemra, është mendja, edhe është guximi. Është një fjalë që më pëlqen, nëse doni me pas trup të shëndetshëm, duheni me hangër shëndetshëm, duheni me bo sport, duheni me mos më bo lazy, mos me nejt natën shumë vonë, me pas një orar, mu qu sa ma herët. E dyta thuhet, nëse dënë me pas zemrën apo pjesën shpirtnore të pastër të mosh, dush me pas besim. E besimi krijohet kur ti mas pari beson Zot. Në Zotin që ti menon që beson, nuk e di çfarë religioni je apo qysh, po besimi nuk mundet mu kriju vetëm tu e pa vetë vetën që dikur ki ma arrit ki me bo sukses. Jo. Besimi mas pari është diçka e brendshme. Ku ti duhesh me ndje, për mrena, duhesh me pas frik dikon, edhe duhesh në të njëjtën kohë me menu që çka duhet që bën, sikur është të pa dikur se çka jetu bo. Edhe me vepru në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Do thot, me mush anën shpirtnore tëndën, duke besu në Zot, duke u marrë me veten në aspektin personal, edhe duke u zhvillu sa ma shumë në çdo pikë që ti menon që ti ke nevojë më u përmbush. Edhe ajo tjetra çka kisha dash me shtu nga cen është pjesa e mendjes. Qysh njeri ushen mendjen. Njeri u ushen mendjen me gjithçka. Do thot, edhe nëse ti rrin me shoqni të mirë, ti e ushen mendjen. Po, nëse ti je me një ambient të punës që ty nuk është të pëlqy, ti e ushen mendjen me sene negative vazhdimisht. Kështu që, nëse don me e ushy mendjen tënde, duhesh sa ma shumë e lexu, duhesh me bo ato çka ti e don, edhe duhesh me mësu prej njerëzve që janë aty ku don ti mu kanë. Do thot, ka shumë pika nashta që kemi nevojë me përmend për këtë temë, po unë po e flas në pika të shkurta. Edhe ajo çka në fund e kisha thonë është guximi.
te pika e 7 jemi te pika e 4, guximi. Jo rastisht thuhet personat që japin jetën për vatan janë burra. Edhe ata kanë guxim me dhon jetën për vatan. Për çato nëse ti don me arrit diku nalt, nuk mundesh me arrit pa me pas guxim. Nëse don mu bo burri që ti gjithmonë ki dash mu kon, prindi që ti gjithmonë ki dash mu kon, vllavi që ti gjithmonë ki dash mu kon, djali që ti gjithmonë ki dash mu kon, apo edhe vajza në këtë rast, apo edhe nana, apo edhe motra, ti duhesh me pas guxim për me i shku punëve deri në fund. Zakonisht njerëzit unë çdo herë i shoh, edhe ma shumë ka ndodhur në punën tem, qysh 1 muaj afër suksesit dorëzohen. 1 ditë para se me arrit diçka dorëzohen. 1 vjet përpara se me marr hapin e madh dorëzohen. Edhe ajo çka njerëzit nuk e kuptojnë se në jetë gjithmonë të vijnë guxim. Amo guxim kur ti e din që ajo që jetu e boti është e mirë, edhe ajo që ti e din që jetu e bo i nimon edhe tjerve. Sepse ka njerëz që kanë edhe guxim veç qysh me mri diçka. E ajo është budallaki, ajo nuk është guxim. Ajo është budallaki kur ti bën diçka që mas paris është e mirë për ty, edhe dyta mundet me i dëmtu tjerë. Edhe pika e 8 e këtyre pikave që sapo i fola është pjesa më e rëndësishme për menimin tim, me dash vetën. Zakonisht, unë gjithmonë e kam thonë, nëse ti se don vetën, nuk mundesh me dash dikon. Edhe besomni që është shumë e vërtet. Besomni. Nëse ti don me desh dikon, duhesh me dash vetën. Nëse ti don me dhon për dikon diçka, duhesh me dhon herë te vetja. Nëse ti don me ushqy dikonin me dije, me respekt, me moral, me karakter, me support, ti duhesh mas pari mja bo vetës. Ajo çka unë menoj shumica, 95% i njerëzve, ajo çka unë menoj që e bëjnë është kujdesen për krejt tjertë, krejt botën, edhe harrojnë me kujdes për veten. Një ndërta më konë edhe une. Sidomos kur kum punu në hoteleri, unë e ka ndodh me muj s'kum fjet mirë, kum najt vone, shumë, më dhënë totalisht që marrë me vetën. Edhe ajo çka sicili prej neve duhet me pas është kur zgjohet mëngjes, mos me prek as telefonin, as mos me bo kur gjo. Mu çu sa ma herët, edhe m'ja nis ditës që shop mas mirti, me shënu çka ki me bo, me vazhdu me krya ato punë, me ardh mramje, me pushu, me nejt me njerëzit që i don, me fol me njerëzit që i don, me e kqyr çka kishe mujt me bo ma mirë, me u relaksu edhe mu çu prap nesër. Ajo çka keni nevojë me bo është paqja juaj e brendshme. Nëse ju nuk e gjeni qetësinë e juaj të brendshme, paqen e juaj të brendshme, ato shka juve ju përmbush, ju gjithmonë keni me lyp jashtë, gjithmonë keni me lyp te dikushi. Amo, a keni me marr? Po, deri diku ashta keni me marr, po gjithmonë keni mu kon zbrast. Për atë arsye, për menimin tim, pika e 8, nëse bohet edhe krejt to pikat 7 kanë mu kon edhe 3 fish ma të mira, edhe ma të suksesshme, edhe ma të frytshme se sa që ju mendoni. Po nëse kjo pika e 8 nuk është qysh duhet, ta dini se keni me pas mangësi, edhe keni me pas jo knatësinë e duhur, në këto edhe nëse i arrini, prap keni mu kon të pa përmbushën. Kështu që përmbusheni veten që në mënyrë të keni mundësi të shijoni gjithçka që ju bëni. Ju faleminderit që më ndoqët, për krejt juve që më keni ndjek, pas pak do ta postoj një postim në Insta Story ku do t'jap mundësin me u regjistru në aplikacionin ton Falas të platformës, edhe secili që regjistrohet do t'ja dhuroj 50 poena, që janë në vlerë 50 euro, për me mujt me i shfrytzu për blerje në platformën ton. Ju faleminderit dhe shpresoj që t'jeni sa ma mirë dhe po ashtu t'keni sa ma shumë shëndet. Kaloni mirë.